Platforma zyrtare digjitale për shërbimet e transportit ndërqytetas në Shqipëri, e-Transport, po njeh një rritje të vazhdueshme të përdorimit nga qytetarët. Sipas të dhënave zyrtare, për periudhën janar-gusht 2025 janë regjistruar mbi 41.000 përdorues aktiv, ndërsa janë shfletuar plot 286.000 faqe, një tregues i qartë i rritjes së interesit të qytetarëve për këtë shërbim. Në një kohë kur digitalizimi i shërbimeve publike po bëhet gjithnjë më i rëndësishëm, vetëm gjatë muajit gusht, 11.219 përdorues kanë qenë aktiv në këtë platformë, duke regjistruar mbi 75.000 faqe të shfletuara. Ndërsa në 12 muajt e fundit, numri total i përdoruesve aktiv ka arritur në 52.000 dhe 29.000 prej tyre janë regjistruar vetëm në 90 ditët e fundit. Rritja është e ndjeshme edhe nga muaj në muaj. Në qershor u shënua një rritje prej 86.2% krahasuar me muajin maj. Në korrik u shënua një tjetër rritje prej 34.8% dhe në gusht plus 11.8% krahasuar me muajin paraardhës. Platforma zyrtare digjitale e-Transport është një platformë bashkëveprimi midis udhëtarit, shoqërive të transportit, agjencive të transportit dhe terminaleve e stacioneve kombëtare shqiptare për shërbimet e transportit ndërqytetas në Shqipëri. e-Transport ofron informacione të përditësuara për linjat, oraret, stacionet dhe rezervimet elektronike në shqip dhe në anglisht përmes vetëm një kërkimi me anë të celularit, duke mundësuar udhëtime më të sigurta, transparente dhe komode për qytetarët.